Kemi rikthyer në studio me të ftuarin e ditës. 16 dhjetori ka përkuar edhe me konferencën kombëtare të informimit për të drejtën dhe pikërisht në një tryezë të përbashkët ka qenë i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama, i cili ka bërë kështu evidenca dhe ka theksuar se qeveria shqiptare ka qenë një shtys për të quar më tej transparent Albania dhe teksa ka theksuar se në fakt ka shkuar në 5% indeksi i transparencës në vendin tonë. Por, çfarë mbetet për të bërë në raport me Komisionin e të drejtës së informimit, cilat janë problematika dhe sfidat, sa jemi përshtatë edhe kërkesave europiane, këto dhe shumë detajet të tjera, ne do të kemi kënaqësi të diskutojmë në studio me zonjën Blerta Nerguti, sekretare e përgjithshme e Komisionerit për drejtën e informimit. Mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Së pari të kuptojmë edhe gjithë teleshikuesit që ndjekin këtë bisedë, cili ishte mesazhi kryesor që doli nga konferenca e ditës së dieshme për të drejtën e informimit publik. Konferenca kombëtare për të drejtën e informimit tashmë është kthyer në një traditë sa i përket organizimit të saj nga ana e zyrës së komisionerit. Konferenca shërben jo vetëm si një analizë e punës vjetore që neve bëjmë, por gjithashtu edhe të gjitha gjetjeve, diskutimeve të problematikave që autoritetet publike ka në raport me transparencën. Proaktive, por edhe atë sa i përket shqyrtimit dhe trajtimit të ankesave. Pikërisht qëllimi i tryezës së dieshme ishte pikërisht diskutimi i këtyre problematikave dhe ajo çka ishte dhe vlen për të theksuar është pikërisht fakti se konferenca e ditës së dieshme bëri bashkë aktorët kryesor, le të themi nga njëra anë autoritetet publike në nivel qendror dhe vendor, shoqërinë civile dhe median dhe zyrën e komisionerit si institucioni përgjegjës mbikëqyrës për zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit. Megjithatë, zonja Nerguti, edhe vitet e kaluara janë zhvilluar konferenca të ngjashme, por kush është dallimi i kësaj konference të këtij viti krahasuar me ato në rritje të transparencës, në rritje të gjetjeve të përforcimit të institucionit të Komisionerit për drejtën e informimit apo? Është pikërisht ajo që sapo unë nisa të thoja, është u zhvillua një tryezë e rrumbullakët, një agora i kishte edhe titullin konferenca e transparencës në kohën e integrimit, ku bëri bashkë të gjithë këta aktorë. Duke filluar që nga shoqëria civile dhe media, që janë gjithmonë në pararoj për të kërkuar informacionin publik të autoritetet publike, autoritetet publike në nivel vendor, por edhe qendror, dhe zyrën e komisionerit që është aty për të garantuar dhënien e informacionit me karakter publik. Lidhur me transparencën, po të shikojmë dhe të kthehemi mbas që nga miratimi i ligjit për të drejtën e informimit në vitin 2014, ka pasur rritje sa i përket transparencës proaktive, por edhe trajtimit të ankesave të cilat kanë ardhur dhe ka një tendencë në rënje. Që do të thotë ka një proaktivitet të autoritetet publike dhe rritje të nivelit dhe të kulturës të tyre për hapjen e informacionit, por nga ana tjetër edhe të qytetarëve në ushtrimin e kësaj të drejte. Sigurisht që situata nuk është kaq perfekte, patjetër që ka gjëra që duhen bërë dhe janë në përmirësim të vazhdueshëm dhe këtë e konfirmojnë në një farë mënyrë edhe konferenca e ditës së dieshme, ku gjërat u thanë midis palve, ashtu siç janë dhe le të themi dhe problematikat u sollën në një mënyrë shumë të hapur dhe transparente ndaj gjithë këtyre aktorëve. E kur flasim për problematikat, nga monitorimi një vjeçar, cilat janë gjetjet më shqetësuese lidhur me zbatimin e ligjit për drejtën e informimit? Problematikat kryesore mbetet gjithmonë mungesa e dhënies së informacionit, ose plotësisht ose e pjesshme. Kjo vjen për arsye të ndryshme, mund të jetë edhe çështje mos koordinimi i mirë brenda institucionit, patjetër që ka dhe mungesë vullneti nga ana edhe e niveleve më të larta, por këto raste si thua janë më të pakta. Numri i ankesave
shpeshherë është, ose dhënia e informacionit shpeshherë jepet vetëm pasi ndërhyn zyra e komisionerit, në 60-70% të rasteve do duhet bërë ankesë të zyra e komisionerit edhe pastaj informacioni të jepet, ndërkohë që këtu flasim për një informacion bazik. Është një informacion që autoritetet publike do duhet ta bëjnë në mënyrë proaktive, nëpërmjet programit, instrumentit të programit të transparencës për autoritetet publike, por dhe për njësitë e qeverisjes vendore. Kështu që kuptohet sa më shumë transparent dhe proaktiv të jenë autoritetet publike dhe sa më shumë informacion të vendosin dispozicion në instrumentin e programit të transparencës, sigurisht që edhe qytetarët do jenë më pak të prirur për të kërkuar informacion pranë institucioneve, por rrjedhoi të ketë edhe të mbaroj punë se sa më shpejt e tjetë më efikase dhe marrëdhënia me institucion. Procedura e ankesës në raste. Tani, sigurisht që rëndësishme është rritja e transparencës, referuar edhe qëllimit kryesor të konferencës së ditës së djeshme. Ju e thatë edhe pak më sipër se ka goxha përmirësim, nuk jemi në kushtet perfekte, kemi ende për të bërë punë në vazhdim, megjithatë duam të kuptojmë pak, edhe ky përmirësim që është bërë, zonja Negruti, është përmirësim real në transparencë, apo se për shkak të ndërhyrjes së institucionit që ju përfaqësoni shpesh, institucionet të tjera publike, japin informacion në formë formale për shkak se është detyrim ligjor. Ka ku qëndrojnë të dyja? Unë e ceka dhe pra një nga problematikat të së shqetësimet është edhe fakti pra që zyra e komisionerit ndërhyn dhe në këtë moment ka raste që jepet informacioni, por sigurisht që transparenca është reale. Neve miratojmë raportin vjetor çdo vit mbi veprimtarinë dhe punën e zyrës së komisionerit, kështu që edhe vetë ne po të kthehemi dhe të shikojmë ato raporte në vlerësimet që kemi bërë lidhur me të drejtën e informimit, zbatimin dhe transparencën ndaj autoriteteve publike, patjetër që edhe aty vihet re diferenca në vite në lidhje me rritjen e transparencës. Për shembull sot, nëse flasim, të gjitha autoritetet publike kanë të caktuar një koordinator për të drejtën e informimit, që është pika e kontaktit lidhur me marrjen e informacionit dhe dhënien pastaj qytetarit, po ashtu pothuajse një numër shumë i mirë dhe i madh i autoriteteve publike kanë sot programin e transparencës të plotësuar, sigurisht gjithmonë edhe këtu mbetemi që ka vend për përmirësim, sepse ai do duhet përditësohet, do duhet në kohë reale të ketë një përditësim për sa i përket informacionit që përmbahet në të, kështu që vlerësimi dhe monitorimi është real. Ne gjithashtu bëjmë dhe indeksin e transparencës proaktive për institucionet e nivelit qendror dhe vendor. Dhe në këtë instrument që maten rreth 12 tregues mbi transparencën proaktive, bëhet një vlerësim nëpërmjet sistemit të semaforit, që kush janë ato institucione që kanë një nivel të lartë të transparencës proaktive, të mesëm, të ulët dhe ato që janë pothuajse dalim pak këtu tek të ultit ose tek ato institucione që janë më problematike në kthimin e përgjigjeve të kërkesave për informacion. Cilat janë? Ne bëjmë, pra, unë nisa të thoja që ky instrument shërben edhe për këtë lloj kategorizimi të këtyre institucioneve. Sigurisht që institucionet që mbeten me shumë pak pik janë të pakta në raport me pjesën tjetër, por unë mund të përmend disa shifra lidhur me autoritetet publike që kanë një nivel të lartë transparence, janë rreth 112 autoritete publike qendrore, ose 45% pra të transparencës së lartë, janë rreth 111 autoritete publike me nivel transparence të mjaftueshme, ose 44% nga numri total i autoriteteve qendrore, 26 autoritete publike me nivel transparence të ulët ose 10% dhe 1% mbetet e këtyre autoritete publike që kanë një nivel transparence të pamjaftueshme, nëse do flisnim për sa i përket autoriteteve publike qendrore. Qendrore, jo pushtetit vendor. Pushtetit vendor. Nëse mund të referoj dhe shifrat e pushtetit vendor, janë rreth 30 njësitë të qeverisjes vendore, ose 41% që kanë një nivel transparence të lartë, gjithashtu me një nivel transparence të mjaftueshme janë 41% të NJVV-ve. Nga ana tjetër, rreth 13 njësitë të qeverisjes vendore kanë një nivel transparence të ulët, ose 18%, dhe mund të themi që ka
një numër me 0%, pra sa I përket njësive të veçiverisjes vendore me transparencë të pamjaftueshme. Të drejtën për informim e kanë gjithë qytetarët, por jo vetëm, edhe institucionet, patjetër që mund të kërkojnë informacionet ndryshme nga një institucion në një tjetër, por ajo çfarë shpesh vendos në disbalancë është edhe drejta e gazetarëve për të kërkuar informacion. Si paraqitet marrëdhënia e institucioneve shtetërore me media në raport me të drejtën e informimit? Duhet thënë që e drejta për informim është një e drejtë, siç e thatë edhe ju, themelore, kushtetuese e gjithë qytetarëve. Kështu që ligji për të drejtën e informimit parashikon rregullat për mënyrën se si ushtrohet kjo e drejtë dhe nga ana tjetër se si zhvillohet procesi i ankimimit në rast kur ka refuzim të dhënies së informacionit. Afati është 10 ditë për dhënien e këtij informacioni, kështu që ligji I trajton si të barabartë, le të themi të gjithë qytetarët, përfshirë edhe gazetarin apo median në rast kur gazetar përfaqëson pra një media. Rrjedhimisht edhe pranë zyrës komisionerit, ankesat të cilat paraqiten nga këto subjekte trajtohen njësoj si për të gjithë qytetarët e tjerë, sa I përket afateve procedurale që do duhet të kaloj si kërkesa për informacion dhe dhënia e përgjigjes, ashtu edhe trajtimi I ankesës. Megjithatë, ditën e djeshme në këto konferencë ishte edhe kryeministri Edi Rama, ai ka bërë një evidencë të asaj çfarë ka ndodhur edhe me projektin Transparent Albania, etj, rritja e indeksit të transparencës, por më së shumti duam të kuptojmë prania e kryeministrit Edi Rama në këtë konferencë, si është lexuar, si mbështetje institucionale apo si mesazh politik? Unë nuk mund të bëj dot një analizë se si është lexuar, megjithatë mund Po të qoftë edhe për zyrën e mund të themi komisionerit. që prezenca e kryeministrit në konferencën e ditës së djeshme sigurisht që konfirmon vullnetin dhe le të themi angazhimin për të zbatuar me rigorozitet ligjin për të drejtën e informimit dhe për një transparencë proaktive sa I përket vetë kabinetit qeveritar, ministrive, institucioneve publike dhe atyre qendrore dhe të varësisë. Kështu që sigurisht që kjo besoj konfirmon vetë vullnetin për të zbatuar dhe garantuar të drejtën për informim. Gjatë konferencës së ditës së djeshme, a u trajtuan edhe shqetësimet e medias për presionet dhe autocensurën? Qëllimi I konferencës ditës së djeshme ishte pikërisht trajtimi I shqetësimeve, I nxjerrjes problematikave, jo vetëm thjesht I thënieve të arritjeve apo progresit që është kryer, sigurisht një element shumë I rëndësishëm dhe që duhen nënvizuar patjetër që janë edhe arritjet, megjithatë konferenca kishte në thelb nxjerrjen e këtyre shqetësimeve dhe problematikave, kryesisht nga media investigative, të cilat patjetër I sollën këto shqetësime dhe problematika dhe u diskutuan gjërë në konferencë. Çfarë roli e luajnë partnerët ndërkombëtar në forcimin e standardeve të transparencës dhe informimit publik në Shqipëri? Zyra e komisionerit në fakt ka një marrëdhënie dhe ka pasur një marrëdhënie dhe vazhdon ta ketë shumë të mirë sa I përket partnerëve ndërkombëtar. Qoftë kjo edhe nëpërmjet asistencës që neve kemi marrë nga organizma të ndryshëm ndërkombëtar nëpërmjet projekteve që ata financojnë. Kryesisht fokusi ka qenë ndërgjegjësimi, pra projektet që lidhen me ndërgjegjësimin, por nga ana tjetër ne jemi edhe vetë në monitorimin, le të thuash, disa organizmave ndërkombëtar, të cilët në të gjitha raportet mund të përmend të dy të fundit, kryesisht sa I përket progres raportit, apo dhe vlerësimit të fundit që ka bërë një nga organizmat më të rëndësishëm dhe të fortë sa I përket vlerësimit që kryhet siç është Sigma, përveç se rritjes nivelit të transparencës në tërësi që e konfirmon, Sigma ndalet kryesisht në rolin dhe punën e zyrës së komisionerit si një mekanizëm shtytës dhe me punën që ka kryer në trajtimin e ankesave dhe dhënien e përgjigjeve, vlerëson, si thua, institucionin
në lidhje me këtë aspekt. Dhe a ka bërë Sigma disa rekomandime konkrete, referuar edhe, po themi, monitorimit një vjeçar të kryer, dhe nëse ka nevojë për disa ndryshime ligjore apo administrative, ku do t'i ishte theksi dhe vëmendja më e madhe? Vlerësime Sigma ka kryer, por për sa i përket aspektit regulator, ne mund ta themi dhe dihet dhe është mund ta themi në bindje që kuadri regulator në Shqipëri është lidhur me legjislacionin për të drejtën e informimit, është një nga ligjet më të mira. Kjo konfirmuar edhe nga raportet e Sigmës dhe organizmave të tjerë ndërkombëtar. Ne kemi arritur që të miratojmë dhe të aderojmë në Konventin 205 për aksesin në dokumente zyrtare të Këshillit të Evropës. Gjithashtu kemi miratuar ligjin për të dhënat të hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik që transpozon direktivën e Bashkimit Evropian me po të njëjtin emër, dhe nga ana tjetër ligji për të drejtën e informimit që nuk transpozon një aki, por është në standardet më të larta sa i përket rregullave që përmban. Kështu që përsa i përket kuadrit regulator, jemi shumë mirë, kuadri regulator është i miratuar. Ajo çka mbetet është zbatimi i tij në praktik që sikurse e tham edhe deri tani, patjetër që ka përmirësim dhe gjithmonë do ketë nevojë për të përmirësuar në ato element që sigurisht do jenë objekti. Në fakt, tek çështja e përmirësimit, ato çfarë duhet të vendosen dhe të jenë prioritet edhe në të ardhmen, sipas edhe fjalës së kryeministrit ditën e djeshme, ishin edhe vendosja e sanksioneve apo masave ndoshta disi më jo kaq lehtësuese edhe për sekretarët të përgjithshëm. Kjo indirekt ndoshta pranohet si një lloj dështimi të sistemit kontrollit apo jo? Jo, absolutisht nuk. Megjithatë, se rëndësishme është vendosja apo ashpërsimi i sanksioneve. Të ndalesha pak këtu, sepse edhe dje komisioneri në fjalën e tij e tha që dhe kjo është realiteti që patjetër që sanksionet janë të parashikuar në ligj, ne kemi vendosur dhe sanksione, vendimet janë në faqen tonë dhe mund të konsultohen lehtësisht, por qëllimi dhe qasja e zyrës komisionerit ka qenë jo vendosja e sanksionit, ka qenë vënia në dispozicion e informacionit dhe bindja ose puna që kemi kryer me autoritetet publike për të dhënë informacionin qytetarit. Sepse është shumë e thjeshta vendosim edhe të sanksionin, megjithatë autoriteti publik do marrë të sanksionin dhe nuk zgjidhem asgjë sa i përket dhënies së informacionit. Kështu që patjetër që ka raste, janë vendosur dhe sanksione, do vendosen dhe sanksione kur do jetë patjetër procedura do ta sjell një gjë të tillë, por që nëse flasim për qasjen, qasja ka qenë pikërisht kjo dhe qëllimi ka qenë thjesht dhënia e informacionit në fund të ditës, jo vendosja një sanksioni autoritetit publik dhe pastaj thjesht informacioni do mbetej qytetari nuk do merrte informacionin. Pra, e drejta për informim praktikisht nuk do zbatohet, nuk do ushtrohet. Deri më tani sigurisht që problematika janë mbërritur institucionet publike për të dhënë informacionin. Megjithatë, të ndalemi pak tek vlerësimi juaj për ndërgjegjësimin qytetar për drejtën e tyre për të kërkuar informacion. Si e vlerësoni ndërgjegjësimin qytetar? Në fakt ndërgjegjësimi ka ardhur në rritje, sigurisht që tani më kultura lidhur me ushtrimin e kësaj të drejte është rritur. Këtë e vëmë re edhe për shkak të fluksit dhe informacioneve që ne shkëmbejmë me qytetarët, por edhe nëpërmjet falenderimeve që i sjellin her pas here, nëpërmjet edhe emaileve që dërgojnë lidhur me marrjen e informacionit nga autoriteteve publike apo vënies në vend të së drejtës për informim kur kanë ushtruar këtë të drejtë. Kështu që patjetër ndërgjegjësimi ka ardhur në rritje lidhur me ushtrimin. Tani krahas vështirësive dhe arritjeve, patjetër që gjithnjë e ardhmja na njeh me sfidat e tjera. Cilat do të veçonit ju si sfidat kryesore që Komisioneri për drejtën e informimit ka ose që përballet në ushtrimin e mandatit të tij?
Është shumë e thjeshtë, është mungesa e kapaciteteve qoftë në burime njerëzore, ashtu edhe financiare. Unë e përmenda pak edhe më herët që ne kemi miratuar Konventin 205 për akses në dokumente zyrtare, kemi miratuar ligjin për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik, vetë ligji për të drejtën e informimit është dhe pjesë e mbikëqyrjes zbatimit të tij. Kemi jo vetëm fushën për të drejtën e informimit, neve mbulojmë edhe pjesën, pavarësisht që sot jemi për të folur për drejtën e informimit, e mbrojtjes së të dhënave personale, që është shtylla tjetër që zyra e komisionerit garanton zbatimin e këtij ligji, kështu që ka vetë procesi i integrimit sjell detyrime për zyrën e komisionerit në të dyja fushat e përgjegjësisë me objektive dhe masa konkrete. Kështu që ajo që mbetet sfidë në të gjithë këtë proces është patjetër kapacitetet lidhur me burimet njerëzore dhe financiare. Sepse që të bëjmë të gjitha këto punët... Po duhet të ecën paralelisht po hallkat. Funksionojnë gjitha hallkat. Zonja Nerguti, kam edhe një pyetje të fundit. Çfarë mesazhi do t'i jepnit ju institucioneve, mediave, publikut për të forcuar transparencën dhe besimin e informimit publik, po duke prekur pak edhe të drejtën e të dhënave personale? Mesazhi është shumë i qartë, besoj transparenca është një nga shtyllat kryesore të qeverisjes së mirë, një nga shtyllat kryesore të demokracisë, kështu që ajo që mbetet për autoritetet publike është patjetër bërja sa më transparent dhënia e informacionit qytetarëve, organizatave të shoqërisë civile, medias, të gjithë target grupeve që kërkojnë informacion me karakter publik, sepse sigurisht që kjo ndikon pastaj edhe në një mirëqeverisje, në një mirëqeverisje më të hapur dhe më të përgjegjshme edhe ndaj qytetarëve. Pastaj në raportet me mbrojtjen e dhënave personale është gjithmonë ajo ruajtja e balancës, sepse do duhet bërë një balancë sa i përket dhënjes dhe mosdhënies informacionit nga ana tjetër që kufizohet edhe për arsyet e parashikuara në ligj. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio dhe sukses në punën tuaj. Faleminderit. Këtu përfundojmë këtë bisedë, do të shkojmë pak në reklama dhe do të kthehemi me tjera zhvillime.